sot, me 7 mars 2026, në fshatin Kopileqi i Epërm, u vendos një pllakë përkujtimore në shtëpinë e Bale Abazit. Kjo pllakë kujton vendin ku gjatë luftës qëndroi UÇK-ja, prej nga organizoheshin edhe ndihmat humanitare për popullatën civile të kësaj zone. Në këtë ceremoni, morën pjesë zyrtar komunal, përfshirë kryetarin e komunës së Skënderajt Sami Lështaku, nënkryetarin Fadil Nura, si edhe deputet e Kuvendit të Kosovës, përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta dhe general të UÇK-s. Të nderuar familjet e dëshmorëve, invalidët të UÇK-s, veteranët të ushtrisë shëmbëtare të Kosovës, të nderuar përfaqësues të Kuvendit Komunal Sami Lështaku, nënkryetari Fadil Nura, general dhe komandant të ushtrisë shëmbëtare të Kosovës, deputet të nderuar Soja Shore, të nderuar bashkëtar, miq, shok, ju të gjithë që keni ardhur sot këtu për të nderuar me vlerë më sublime UÇK-n, familjen tonë dhe gjithë fshatin Kopileqi i Epërt. Sot, në këtë vend që mban peshën historisë,
dhe të sakrificës, zbuluhet një pllakë përkujtimore që flet më shumë se çdo fjalë. Kjo pllakë nuk është vetëm një gur i gdhendur me fjalë data. Është një dëshmi e një kohë kur në këtë shtëpi u morën vendime të mëdha për lirinë e vendit tonë. Këtu gjatë vitit 1998-99, roza emra rezistencës UÇK-s, ku mbledhen luftëtarë dhe u hartuan hapa të rëndësishëm drejt lirimit të Kosovës. Me këtë akt përkujtimor, brezat e sotëm dhe ata që do të vinë, do të kujtojnë se liria nuk erdhi rastësisht, por ndërtuan mbi sakrificën, guximin dhe vendosmërinë. Kjo pllakë është një thirrje që historia të mos harrohet dhe që kontributi luftëtarëve të nderuohet përgjithsisht nga organizata veteranëve të UÇK-s dhe nga i gjithë populli. Le të shërbej kjo pllakë si një kujtesë e përhershme për brezat që vinë, të mos harrojnë kurrë rrugën e sakrificës, si një zotim i përbashkët për ta nderuar gjithmonë veprën dhe idealin e luftëtarëve të lirisë. Lavdi e përhershme gjithmonë dhe të gjithë luftëtarëve të lirisë që dhanë jetën për këtë. Ju falenderoj. Fjallën ja kaloj zëvendës komandantës e brigadës 112 të zotin e Avni Ibrahimi. Të nderuara familjet e dëshmorëve, invalid, veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, General Samir Shtoku, nënkrytar Nura, komandant Jetullah Geci, General Sahet dhe Musa Shari, General Gjevahir Geci, Kishni Mucoti, gjithë të pranishëm. Sot, jo krejt rasisht jemi të buar dhe kemi ardhur këtu pranë këtyne mureve, sepse kanë një domethënie shumë të madhe. Këto mure u ndërtuan nga një bashkëdhetar i cili krejt jetën e tij ja kushtoi familjes Mergimit. Por sikur ta dinte se në këtu do të vinte koha dhe të qëndronte ushtria shërbimtare e Kosovës. Në këtu janë marrë vendime shumë të rëndësishme, ju vetëm gjatë luftës, po edhe për përfundimit të luftës. Në këtu plesht e këtij fshati kanë da pleshëri. Burrat e këtij fshati kanë mojtë si për gëzim, ashtu edhe për rrënim. Prandaj, me rështrimin e radhave të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, komanda e brigadës dhe gjithësisht komandanta Abedin Rexha jepi urdhën që në këtë udhë të shndrojnë tugi i parë i batalionit të parë dhe i brigadës 112 Arben Haliti ushtar e këtij fshati deri në përfundim të luftës. Prandaj, kësaj kulle sot jepet një epitet shumë i lartë, një amblem, një hajmali e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Prandaj familjes dhe gjithë bashkëfshatarëve të mi i përgëzoj dhe uroj dhe mbojshin me nder këtë amblem të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Faleminderit për gjithëve, faleminderit Hysni, faleminderit Emin që dha murët vendim që këtë punë të vendoset një pllakë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Faleminderit për gjithëve. Një fjalë rasti nga kryetori i komunës së Merojt, Dr. Samir Shtoku. Përshëndetje për gjithë, familja Abazi, bashkëlutetar, familje dëshmorëve veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nga Jetullah e di që ke qenë komandant i brigadës edhe di që puna jote, angazhimi jot edhe i zavendësit ka qenë e padiskutueshme. Sahet, Mus, Jashar, kryetari i shoqatës, Emini, Daja Gjevahir, shoqatët e dola nga lufta këtu që janë komunës tonë. Ju gjithë pranishëm në fol, po besoj që ta gjitha zavendës komandanti, po vërtet është kënaqësi për neve që sot jemi këtu dhe vina për një rast veçantë, sepse e di që në Kosovë ka pas përpjekje të vazhdueshme për shtirimin e Kosovës, ka pas grupe të vogla, ka pas arrestime, vrasje, burgosje, po asnjëherë nuk ka pas vërreza dëshmorëve. Asnjëherë nuk ka pas pllaka siç është kjo sot këtu. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme për gjeneratat që vinë,
që me ju tregu që nuk ka ndodhur kur gjë rasisht dhe nuk ka ndodhur kur gjë apo kur gjë nuk na ka falë. Domthonë gjithçka që ka ndodhur këtu, domthonë ka ndodhur falë përpjekjeve, jo veç gjeneratës tonë, po edhe shumë gjeneratave tjera. Na nuk guxojnë na me harru historinë. Nuk guxojnë na me harru ata burra, grahe, familje që janë përpjek në vazhdimsi. Edhe pse pafuqishëm, po asnjëherë nuk e nal. Prandaj edhe një herë po du mi falenderu shoqatat, uroj që kryetari i shoqatës edhe nivel qendror, po edhe ky lokal, me vazhdu me lënë gjurma për gjeneratat të në qëti. Deputete, ka ndërë shumë që je me neve, jo vetëm në këtë rast, po shumë në përgjitha Adili për i thete vente, unë për i thëmë të bime, që shvish ma popullore. Tore i shëndet edhe po besoj që suksesi s'ka me të mungu ashtu. Që që qytetarët e din që je zoja, edhe dishvish lidhesh me kopilisht këtë. Edhe njerë, familjes Abazi, mas po e falenderoj shumë e falenderoj që i ka hap dyrt për ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, e uroj për këtë plak, besoni që më rëndësishme ka me konë që këtë plak se krejt edhe pasunin që ki këtu. Faleminderit shumë, faleminderit për gjithëve, faleminderit shumë. Një fjallë rastin nga shoqatat e uvelet të UÇK-s, zotëri Hysni Kucati. Të nderuar familje të shmorëve, invalid, veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, nderuar shoqata dalën nga lufta skënderaj, nderuar kryetar komune, nën kryetar general të ushtrisë shqiptare të Kosovës, nderuar komandant brigadët e AID, nderuar gjithë pranishëm që jeni sot. Ne si organizatat e veteranëve të luftës asgjë po bëjmë më shumë, vetëm realitetin po tregojmë që këtu troje tona të Kosovës, sidomos në Trenicë, ka pas një ushtri shqiptare të Kosovës, një guverile, e cila e ka ndalë mbrojtja të dhëvët, mbrojtja të kombit. Këtu pllaka që sa edhe kryetari komunës apo generali Samili Shok që tha, kjo është pasuri e historisë kombëtare, pasuria të kaluamës. Do të thotë ne vetëm po tregojmë që ka qenë një ushtri këtu, ka qenë një luftë që u konë pa barabartë me forcat çetnike paramilitare serbe në vitet 98, 99 dhe këtu tregon më së miri për Mesa, Nipa dhe të tjerë që vinë pas neve, të dinë që në këtë shtëpi ka pas një ushtri shqiptare të Kosovës të cilët kanë nejtë këtu, kanë punu këtu, kanë vepru këtu dhe kanë mbrojt vendin e vetë. Kështu që unë edhe njerë përgëzoj për pllakën Urime Kopiliq, Urime familja Abazi, e trashëgofshë dhe gëzofshë e mbashi me njerë gjithmonë. Faleminderit. Një fjallë rastin nga deputetja e Parlamentit të Kosovës, Sole Ashori. Të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuar invalid dhe veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, i nderuar i kryetari komunës zotëres Samili Shtoku, të nderuar përfaqësues të institucioneve, kryetari shoqatës OVL UÇK zotëri Hysni Kucati, të nderuar general, komandant, i dashuri Daja Aziz. Sot më lejoni që të dal pak prej këtij eventi dhe t'ja urojmë të gjithë së bashku ditën e mësuesit, sepse Daja Aziz është nga më të vjetrit mësues që kanë shërbyer komunës së Skënderajit për gati 50 vite. Urime dita e mësuesit. I nderuari komandant zotre Avni Ibrahimi, të dashur bashkëfshatar dhe të gjithë ju të pranishëm. Sot jemi mbledhur këtu në Kopiliq të Epërn, në Kopiliqin e dëshmorëve Gazmen Zeqiri, Daud Derviqe, për të shënuar një moment të rëndësishëm të kujtesës sonë historike, zbulimin e pllakës përkujtimore të shtabit lokal të Togut të parë, të kompanisë së parë, batalionit të dytë të brigadës 112 Arben Haliti. Sot në këtë 7 mars përshënojmë me një pllakë përkujtimore një nga shtëpitë që mban shumë histori brenda mureve të saj. Një histori të gjallë, mure që kanë parë dhe kanë dëgjuar nga afër anktin e luftës, por edhe mënyrën se si ideale të mëdha krijojnë forcë dhe shpresë për lirinë e popullit të saj. Historia dhe rrëfimet e ushtrisë shqiptare të Kosovës janë po aq frymëzuese sa janë edhe të dhimbshme. Sot i kujtojmë ato nga një këndvështrim krejt tjetër. Histori që dëshmojnë se edhe heronjt më të mëdhenj linden nga populli, për popullin, për të bërë mburoj dhe streh për ta. Dy katët e kësaj shtëpie u bën dëshmi e dy realiteteve që do të mbeten përgjithmonë të lidhura në kujtesën tonë.
Në odën e kësaj shtëpie qëndron shtabi lokal i tokut të parë, nga ku organizoheshin veprimet, merreshin vendime dhe përgatiteshin luftëtarë për të mbrojtur popullin dhe vendin. Ndërsa në bodrumin e kësaj shtëpie qëndronin civilët, gra, fëmijë dhe të moshuar që kërkonin strehë dhe siguri në ditët më të rënda të luftës. Nëse përpiqemi të paraftyrojmë atë kohë, kuptojmë sa e rëndë ishte realiteti. Ishin fëmijë që në mendjet e tyre do të donin të ndërronin për këngë, për një familje të qetë, por në vend të këngëve ata dëgjonin krismat e plumbave. Ishin nëna që do të dëshironin të gëzoheshin me buzëqeshje dhe gëzimet e fëmijëve të tyre, por në vend të kësaj, çdo ditë duhet të mendonin vetëm për një gjë: si t'u ruanin jetën fëmijëve të tyre. Ishin gjyshër e gjyshër që do të donin të shijonin pleqërinë mes familjes në hijen e mbesave dhe nipave, por në vend të kësaj, mbi supët e tyre binte një përgjegjësi krejt tjetër, që kjo lëkurë e vjetër të bëjë shtyllë mbrojtje dhe frymëzim për familjen. Megjithatë, pikërisht këto dy kate krijuan një frym të veçantë. Ushtarët mbanin në mendje fytyrat e atyre njerëzve që kërkonin liri, ndërsa familjet dhe fëmijët gjenin forcë dhe prania e luftëtarëve që ta mbronin jetën dhe të ardhmen e tyre. Në këtë mënyrë, frika të kalohet nga shpresa dhe nga besimi se kjo pamje nuk do të ishte përgjithmonë ajo që do të mbizotronte në shtëpitë tona. Sepse edhe pse përballja ishte krejtësisht e pabarabartë, përballë një fuqie të madhe agresore, djemt dhe vajzat e kësaj toke qëndronin të bashkuar për të dëshmuar historisë se idealet të mëdha nuk mposhtën nga tankët, as nga mira plumba. Ata luftonin për të dëshmuar se shqiptarët kurrë nuk do ta lejojnë që liria të nëpërkëmbët dhe që ëndrat e fëmijëve të shuhen. Të bashkuar qëndronin edhe në këtë shtëpi, sepse për qëllime të mëdha nevojiteshin veprime strategjike, mendje të kthjellta dhe vendime të sakta. Në atë kohë, ne nuk kishim kala të mëdha për të mbrojtur, por shtëpitë tona i bëm kala të rezistencës. Dhe njëra nga ato kala ishte pikërisht kjo shtëpi. Me kalimin e ditëve dhe me shtimin e numrit të civilëve që kërkonin strehim, kjo shtëpi nuk mund t'i përballonte më të gjithë. Familje të tëra vinin duke kërkuar një vend ku të ndiheshin të sigurt. Prandaj në ato rrethana të vështira, luftëtarë u detyruan të zhvendoseshin në një shtëpi tjetër, në mënyrë që civilët të kishin më shumë hapësirë dhe siguri. Në ato momente të vështira, një derë u hap. Me zemër të madhe, ishte dera e Zotrit Xhafer Ismailit, i cili e vuri shtëpinë e tij në shërbim të luftës për liri, duke a lënë luftëtarëve të lirë për të vazhduar misionin e tyre në mbrojtje të atë dheut. Sepse lufta për liri të dashur qytetar nuk ishte vetëm në vijë të frontit. Lufta u bë edhe në këto shtëpi, në këto dyrë të hapura dhe në këtë solidaritet të jashtëzakonshëm të njerëzve që ndanin bukën, strehen dhe shpresen me njëri tjetrin. Sot, me zbulimin e kësaj pllake përkujtimore, ne nuk po vendosim vetëm një shenjë në mur. Ne po ruajmë një pjesë të çmuar të historisë sonë dhe po e vendosim atë në kujtesën tonë kolektive. Sepse liria që gëzojmë sot nuk erdhi rastësisht. Ajo erdhi fal sakrificës, guximit dhe përkushtimit të shumë burrave dhe grave që nuk u dorëzuan kurrë. Prandaj sot, nga ky vend i historisë dhe i kujtesës, shpreh mirënjohje të thellë për të gjithë luftëtarët e lirisë dhe të gjithë familjet që sakrifikuan gjithçka për Kosovën. Le të mbetet kjo pllak një kujtesë e përhershme për brezat që do të vinë, që të mos e harrojmë kurrë rrugën e sakrificës që u bë për lirinë që e gëzojmë ne sot. Lavdi e përjetshme dëshmorëve dhe të gjithë luftëtarëve të lirisë për Kosovën tonë të dashur. Faleminderit. Eftoj kryetarën e Punës Ndërajt dhe negociati, eftoj të gjithë të bëjnë shpaljusin e tokës përkujtimore, familjarët. Komandant Jetullah Geci, Sajt Jashori, General Mosalme, jo po, në kryetar Fatih Nuna, hajde në Sole Jashori, hajde afrojmë anëtarët e familjes. Faleminderit, e bojt në nderë.
një pjesë e tyre në cilët janë mergim dhe ju kanë kthy jetës civile. Prandaj e mboj me nder dhe krenari gjithë bashkëluftëtorët këtë pllok. E gëzushi. Faleminderit. Si mund ta kujtoni qendresën e ushtrisë qërimtare të Kosovës në këtë kull në vitin 98-99? Është një nder për neve dhe gjithë pjesëtarët e ushtrisë qërimtare të Kosovës, i cili na u ka dhënë me u bashkitë në rrodhat e ushtrisë qërimtare të Kosovës. Ata të cilët ja kanë qelë sytë këtij populli janë flakadantë e lirisë, janë Adem Jashari dhe bashkëluftëtarët celulat e para të ushtrisë qërimtare të Kosovës. Mas vrasjes së Adem Jasharit, menjëherë edhe fshati junë, djemët me të zëtë të këtij fshati ju kanë bashkangjit ushtrisë qërimtare të Kosovës deri në përfundim të luftës. Ky fshat nuk ka dhënë pak, ka dhënë dëshmur, ka dhënë martir, ka dhënë gra edhe fëmijë. Po mbi të gjitha, të gjithë me gra, me plesh, me burrat e këtij fshati janë gjën dhe janë vënë nga gatishmëri të ushtrisë qërimtare të Kosovës. Me gra kanë gatuar, kanë la, kanë shpërla. Prandaj nder dhe respekt për gjithë dëshmurët e kumbit që dhanë më të çmuar lirinë e Kosovës. Sot këtu në fshatin Kopiliç i Epërm, gjithsesi në familjen Abazi, u bë zbulimi i pllakës përkujtimore, e cila ka dhënë kontribut gjatë luftës në këtë shtëpi. Secila familje në atë ku kanë dhënë kontribut në mënyrat të veta. Ndihma jonë si familje ka qenë për strehimin, furnizimin me ushqim, veshmbathje dhe shtobin e tugut por të UÇK-s në këtë shtëpi. Kontribues më të madh të kësaj shtëpie janë Elmia Abazit, domethënë që u kanë në mergem që ka kontribuar në anën financiare, dhe Bali Abazi, i cili ka bërë borën kryesore rreth organizimit dhe ndërtimit të këtyre shtëpive. Ndërtimi i kësaj shtëpie, e cila u bë strej për popullatën civile, si dhe UDA, e cila shërbente si vend për mbledhjet e UÇK-s dhe të gjithë fshatit, dhe më pas u shndruan edhe në shtab të UÇK-s, e cila u morën vendime dhe aksione kundër serbëve. Unë atë ku isha vetëm 4 vjeç, mboj mend disa sekuenca të cilat mi kanë treguar edhe familjarë se si kanë kontribuar me veshmbathje në atë ku që janë konë jetike edhe esenciale për secilën familje, duke pas parasysh që kena pas edhe strehun popullat civile, njëkohësisht edhe ushtrim qërimtar të Kosovës, që kanë dhënë kontribut edhe dhe gratë e nona tuna me veshmbathje, gjëra ushqimore kështu me radhë. Ne si familje ndihmi krenar dhe të vlerësuar që na është bërë kjo nga komuna, nga shoqata dola nga lufta, nga general, komandant, të cilat e kanë vlerësuar kontributin tonë në luftë. Cili është mesazhi juaj për të rit e Kosovës? Pikërisht kjo pllakë e vendosur lart tregon rrugën e komandantëve e atyne luftëtorëve që kanë dhënë më shtrejtën, që na sot të gëzojnë lirinë. Mesazhi junë është që t'i mbojna, të mos harrojnë ato që ka kalu, gjithë ato sakrifica, gjak që është dhënë për këtë luftë. Rinia junë ta kujtojnë çdo herë dhe të mos harrojmë asnjëherë se nga kemi ardhur dhe të jemi sa më falënderues të gjithë atyre që kanë dhënë më shtrejtën jetën për këtë vend. Këtu janë konë domethënë vendosen shtabi i përgjithshëm i UÇK-s, kanë ardhur popullata, kanë ardhur bashkëtarët tonë me kontributin e babës tonë Balis, ashtu i Mingjes, i Elmis, i cili kuën ka kalu gatën Gërbet, e ka lëshu shpinë për UÇK, njëkohësisht u ka edhe organizator si ndihma me bashkëtarët tonë, i cili shkëki u bë shpërndarja ndihma këtu, nga këtu bashkëtarët janor kanë marrë ndihma, u ka furra e bukës, këtu ka gatuar e jam Mingjes, në jem krenar me atë kontribut që kanë dhënë nonat tona, me atë kontribut Mingjes, me atë kontribut Bali Abazit, se të na bën muni pa krenar edhe neve. A jeni të kënaqur me institucionet komunale që sot pas 28 vitet vendosen këtë pllak për të kujtuar dhimbjet dhe sakrificën e luftës së UÇK-s edhe familjes Abazi që sot është vendosur kjo pllak këtu? Për ne si familje është shumë krenari. Falënderim dy veçantë shkën për komandant, për general, për kryetar komunash që vendosen nuk heziton për këtë pllak, sot na bën të ndihmë edhe më krenar për kontributin tonë gjatë luftës. Sola e Hamid Jashari, emrin në sal, që kur nuk tretët, që zëri tokës,
që ku nuk tretët. Në një shtëpi të vogël, me zemër të madhe, o rëtami të mëndër për poqe. Ne jemi të vëgjel, me krenari sot festojmë, sola e Hamid Jashari, emri kupshtit tonë.